Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavat dhe selamet tona pejgamberit ton të dashur dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të tij dhe mbar atyre që e ndjekin rrugën dhe sunetin e këtij pejgamberi deri ditën e fundit. Fillimisht e shfrytëzojmë rastin këtë edicion të muajit bekum të Ramazanit, ta lutim Allahun dhu xhelal, Allahu ibadetet tona të na pranoj. Lutjet, çdo vepër të mirë, Allahu të na regjistron në regjistrin e veprave të mira. Na e fal gjunahet, na e fal gabimet tona, na jep mëshirën dhe faljen e garantuar për agjeruesit enkas. Padyshim që kur besimtari angazhohet me një adhurim për adhurimeve të Zotit, me një obligim, me një prej farzëve të Allahut dhu xhelal, e ka një breng në vete se këtë adhurim është duke zbatuar në formën e duhur, në formën e qëlluar, sakt dhe sikur që është i kënaqur Allahu dhu xhelal. Pasi që Allahu nëpërmes ajeteve kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na porosisin që besimtari duhet jetë i përpikt në ibadetet e tija. Andaj jo rastësisht e kemi edhe ajetin kuranor ku Allahu thot ejukum ahsanu amala, se Allahu do t'i sprovon njerëzit me qëllimin që të nxjerrë në shesh kush prej tyre do të jetë më vepër mirë. Disa prej komentuesve të Kuranit kur e kanë marrë këtë pjesë të ajetit, kanë thonë njeri më vepër mirë është ai që bën vepra që janë të sinqerta dhe të jenë vepra të qëlluar dhe të sakta. Pra kërkohet edhe sinqeriteti në vepra, po kërkohet njëkohësisht edhe përpikmëria, edhe saktësia, edhe veprat me kanë të qëlluara, ashtu siç janë të parapame me ajetet dhe hadithet apo veprimet dhe praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj jo rastësisht gjejmë në hadithet e pejgamberit alisam, për shembull kemi hadithin e personit i cili gaboi në namazin e tij. Dhe pejgamberi e mësoi se si të merr tekbirin fillestar, si duhet të qëndrojë në këmbë, çka duhet të lexojë, si duhet të bëjë rukun dhe sejdë deri në fund. E gjejmë këtë për shembull edhe tek forma e avdesit. E gjejmë edhe në për ibadete të tjera, po biseda jon ka të bëjë sot me një temë pak më e lëmisë së fikhut, që ka të bëjë me dispozita rreth agjerimit që nda ndihmojnë neve për me kanë agjerimi më i saktë dhe më i qelluar, për me ik nga gabimet eventuale, sepse është agjerim, është ibadet i ditës, andaj me humb një ditë agjerimi nuk është humbje e vogël, është humbje shumë e madhe. Gatënjerë njeriu gabon ose për shkak paditurisë që e ka në vete, ose për shkak paqartësive që i ka, ose për shkak mungesës turpit ka dënjëherë për me parashtru pyetje për me marr informatën e duhur dhe qelluar. Andaj jo rastësisht është thënë se ilaçi i ignorancës është pyetja. Andaj njeriu duhet me parashtru pyetjet, por këto pyetje duhet parashtrohen para se njeriu të bën veprime të caktuara që mund të jenë veprime të gabuara, mund të jenë edhe mos veprime jo të gabuara, e pastaj mund të vjen dhe një konkludim që agjerimi i tij nuk pas ka qenë i saktë dhe i qelluar. Andaj është mirë njeriu para se të ndërmerr diçka, para se të bën diçka, të pyet, të interesohet, të kërkon informatën, sepse kështu
komenteve apo në përmes emailit ton. E përmendim, domethënë se çështjet kanë të bëjnë kryesisht me këto. Çështjet e Ramazanit, ose kthehet tek shëndeti, ose kthehet tek mosha, ose kthehet tek njeriu kur është vendas apo kur nuk është vendas. Andaj e përmendim se për çështjeve të para që duhet ta kemi parasysh, duke u nis nga ajeti që e përmendëm pak më herët, se njeriu vepërmir është ai njeri që bën veprën më të sinqert dhe është më e saktë. Pra, sinqeriteti dhe niyeti kërkohet në çdo ibadet. Sidomos edhe tek agjërimi, që ka një lidhje të ngushtë ibadeti i agjërimit me sinqeritetin dhe me përkushtimin në Allahun Dhu Xhelal. Dhe padyshim këto çdo herë na shkon ndërmend se kur duhet njeriu ta bën niyet për të agjëruar. Kur është koha e duhur? A duhet ai niyet të jetë i përditshëm? A duhet përsëritet? Nëse ndodh që ndërpritet Ramazani për shkak udhëtimit, për shkak sëmundjes, për shkak rrethanave të ndryshme, si duhet njeriu të kthehet dhe të vepron. Andaj shkurtimisht po e përmendim se besimtari është i detyruar që ta përcaktoj qëllimin e tij, të jetë i vetëdijshëm se nesër është agjërueshëm për hir të Zotit të Madhërisëm me një agjërim që është obligativ. Është duke kryer një farzë të Allahut Dhu Xhelal dhe këtë e ka për detyrë ta bëje para se të agjëroj. Mirë po, ajo që na bjen çdo herë ndërmend në bisedat tona me njerëz është se thot unë kam ngrënë syfyrin dhe pasi që kam përfunduar kam haruar ta them lutjen apo niyetën që shprehet me gjuhë dhe a jam tani agjërueshëm ajo. Këtu e themi se niyeti thuhet me zemër. Niyet është kur njeriu është ngritur në errësirën e natës, në pjesën e fundit të natës. Nuk është ngritur për asgjë tjetër përveç se nesër mend të jetë, domethënë agjërueshëm. Është ngritur të ushqehet për me kanë agjërueshëm edhe e pret syfirin dhe e përfundon syfirin për atë, jo për diçka tjetër. Kjo vetveti është niyet. Andaj edhe nëse njeriu ndoshta ka haruar me shpreh që në këtë rast shpreja nuk është e domosdoshme, përveç disa ibadete, disa adhurime të caktuara, sikur që është haxhi dhe therrja e qurbanit e të tjera. Domethënë nëse njeriu është ngrit dhe është i vetëdijshëm, se nesër është i vendosur për me qenë agjërueshëm, ky është niyet në vete. Andaj niyeti ka të bëjë me vendosmërinë e njeriu. E jo edhe kundërta kur njeriu nuk është i vendosur, por është në hamendje, është në dilemë, është në dyshim se nesër a do të agjëroj apo nuk do të agjëroj, dhe e le si çështje të hapur dhe jo të vendosur, atëherë ky nuk e ka vendosur të agjëroj. I mungon niyeti, por atë edhe ajo ditë e atina, nëse i kalon syfiri dhe e ka gjetë pa niyet, atëherë ajo ditë nuk është e vlefshme. Do thonë niyeti është prej mbrëmje para syfirit, çdo herë njeriu domethënë e bën niyet, ndoshta edhe për me agjëru këtë muaj në Ramazan pa ndërprerje, kështu që ai është niyetli, si i thonë, e ka qëllimin e tij që ta përfundojnë ibadetin, edhe këtu vlen me u cek që personi i cili ka pas një pauzim ditor apo disa ditor për shkak të sëmundjes apo nga ana tjetër gjinie femërore për shkak përmuajshmeve të tyre, për shkak lehonis, tjetër për shkak udhëtimit, kur kthehet dhe të fillon të agjëron, patjetër se duhet ta përsëritë niyetin që është duke agjëruar nesërmën ditën e vazhdueshme të muajit Ramazanit. Kjo kishte të bëjë shkurtimisht në lidhje me çështjen e niyetit. Ajo çka është prej çështjeve më të përsëritura si mesela e dytë, si çështja e dytë e Ramazanit, ka të bëjë me çështjen e udhëtimit që u përmend më herët dhe çështjen e sëmundjes. Këtu para se me një tek çështja do ta kishim përmend, për shembull se vjen në pikpamje të madhe këtu mëshira, rahmeti, butësia dhe mëshiria Allahut Dhu Xhelal për një njeri. Pasi që ai i ka parapat gjitha situatet e njeriut, nëse agjërimi për të do të jetë shumë i vështirë dhe ndoshta në raste të ndryshme edhe i dëmshëm dhe ka dhënë lehtësime, saqë njeriu në raste konkrete lirohet krejtësisht për agjërimi për shkak të një sëmundje apo në këtë rast për shkak të një situate të gjendje shëndetësore jashtë sëmundjes, sikur që është edhe gjithënia, sikur që është edhe udhëtimi, njeriu nuk është i sëmur në udhëtim, por është në rrugë ka marrë rrugë të gjatë, atëherë i lejohet atij të mos agjëroj atë ditë, duke pas parasysh kjo është lehtësim pe Allahu Dhu Xhelal. Kështu që Allahu përmes ibadeteve nuk kërkon që njeriu të dënohet asesi. Para se na ta mendojmë të mirën për veten tonë, e ka menduar Allahu Dhu Xhelal, ajo që është e dëmshme për neve, na e ka lehtuar
dhe na ka afru vetëm që është e dobishme. Udhëtari, zakonisht, kur e bën një të udhëtoj, dhe ndodh dhe një gabim që shpesh herë kjo si çështja e dytë, nëse unë nesër udhëtoj në mëngjes, atëherë në u përmend që udhëtari nuk agjeron, por jo ky i cili ende nuk është nisë në rrugë. Njeriu ngritet në syfyr, e bën nijet, agjeron atë orë që është në shtëpinë e tij. Përderisa del në rrugë, ec dhe e kalon qytetin ku udhëton, atëherë më vetëm se lirohet pastaj për agjërimin, nëse don e vazhdon me agjërim, nëse don e ndërpren agjërimin, sepse udhëtari është, domethënë, i lirë të bën përzgjedhje mes asaj se si do të jetë gatishmëria e tij për agjërim. Nëse i vështirësohet, patjetër se duhet ta prish agjërimin dhe atë ditë do ta kompenzoj me një ditë tjetër jashtë Ramazanit, kur do të qoftë ajo ditë. Nëse është edhe një ditë, nëse janë edhe 2 ditë, apo edhe më tepër, nganjëherë udhimet janë edhe më të gjatura, do të jenë edhe më të shkurta, nuk është patjetër që të jenë të ngjitura kompenzimet. Për shembull, 5 ditë nuk ka agjëruar brenda Ramazanit, ato 5 ditë ti agjëroj një mbas një jashtë Ramazanit? Jo. Mund t'i ndaje, mund t'i bëj të bashkuara një mbas tjetër, nuk është problem s'pak. Pra, duhet ta kemi parasysh se nuk e prish udhëtari agjërimin pa u nisë në rrugë, po vetëm se pasi të niset në rrugë, atëherë e merr lehtësimin, sikur që është lehtësimi edhe tek namazi, shkurtimi i farzeve. Kjo ka të bëje, domethënë, shkurtimisht çështja e udhëtarit. Çështja e tretë që du ta përmendim është çështja interesante ku shumë prej ulemave kanë dhënë shpjegimet e tyre dhe nuk mund gjejmë ndoshta një pajtueshmëri gjithë atyre fjalëve dhe pikpamjeve të tyre, por po e përmendim një shkëputje dhe një shkurtesë goxha të madhe të kësaj çështje. Nëse vdes njeriu dhe ka agjërim të pakryer, domethënë ka mbet borxh prej ditëve të pa agjëruara, atëherë këtu ndahet çështja në dy pjesë. E para me të cilën të cilat kanë ardhur disa prej tyre edhe në 2 sahihet Buhari dhe Muslim, sikur që është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush vdes dhe ka mbetur atij agjërim pa agjëruar, let agjëroj për të, domethënë, kujdestari i tij apo antarët e familjes së tij. Dhe ky është hadith i saktë. Apo hadithi tjetër i Ibn Abbasit ku thotë, erdhi një njeri dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, ka vdekur nëna ime dhe i ka mbetur 1 muaj pa agjëruar. A du ta kompenzoj, a du ta mbaj agjërimin për të? Ka thonë, po sikur të kishte borxh ajo dikujt për njerëzve, a du të paguaj borxhin? I tha po. Atëherë tha, kjo është një borxh dhe Allah që është më parësor, më meritor Allahu dhulxhat të kryet një obligim i tillë.
Pastaj kanë ardhur fjalë të sahabëve të ndryshme, sikur që është edhe Ibn Abbasit në fjalë të tjera, se nuk agjërohet për askënd, sikur që nuk bëhet namaz për askënd. Mirë po, i kemi edhe fjalën e Ibn Omerit, i cili ka thënë se kush vdes dhe ka mbet atij agjërim, thot let jep ushqim për çdo ditë të cilën nuk e ka agjëruar, domethënë familja e tij. Dhe këtë fjalë të tij e konsideron Tirmidhiu si fjalë të saktë, fjalë autentike e vet Ibn Omerit radhiyallahu anhu. Pra themi, nga ajo që ta qetëson zemrën çdo njeriu, çdo familjari për të afërmit të tij që kanë ndruar jetë, që ndoshta nuk është edhe shumë e ngarkuar, nuk është shumë e zorshme për ta zbatuar, më mirë është, domethënë të paguan para të ditë që nuk i ka agjëruar i afërmi i tij, në këtë rast mund me qenë prindi, mund me qenë dikush tjetër, për të afërmi të ngushtë të familjes. Po nëse nuk ka mundësi, atëherë bën edhe me agjëru, duke punuar me hadithin e përgjithshëm që është në Buhari dhe Muslim, që u përmend nga Aisha radhiyallahu anha, që kush nuk ka agjëruar dhe ka vdek, i kanë mbet ditë pa agjëruara, le të agjëroj për të antari i familjes. Disa prej dietarëve kanë thënë se ky hadith ka të bëjë me agjërimin e zotimit, dhe përdesë njeri nuk e ka porosit familjarin e tij, mirë po e marr mendimin që është me afër zemrës, përdesë është e mundshme dhe ka mundësi njeriu ta kryejë një obligim për të afërmin e tij. Mesela tjetër, çështja tjetër që ka të bëjë është çështja kur njeriu në kohën e syfyrit mund të zgjohet në gjendje të papastër, në gjunublëk, që i themi. Atëherë, nëse njeriu dëshiron të ushqehet dhe të hajë syfyrin, ndoshta është aq koha e ngushtë sa se thot nuk kam kohë pasi të pastrom, çka të bëj tash. Nuk prish nuk ka kurrë problemi, nëse njeriu han ushqim, përfundon syfyrin, edhe nëse kalon imsaku dhe pastaj pastrohet dhe vazhdon në agjërimin. Domethënë pastrimin, këtë rast gusli dhe edhe larja në përgjithësi nuk është pengesë për agjërimin. Sikur që mund dikush të pastrohet për me mbajt pastërtinë e tij, jashtë asaj që është gjendja e papastërtisë apo xhunullukut. Brenda ditës ka drejt njeriu të bën pastrimin e trupit të tij dhe të përgatitet ndoshta edhe për punë, për raste të ndryshme. Sikur që gjatë avdesit për shembull, ne e marrim dhe e lajm gojen, e lajm hundin, e lajm fytyrën, e lajm gjitha pjesët e trupit duke qenë agjërueshëm, dhe kjo nuk na dëmton fare. Dhe këtu pa përmendur një çështje që është e rendit, ta përmendim që kur marrim avdes, edhe pse jemi agjërueshëm, nuk duhet me tepru me shpërlarjen e gojës dhe hundës, se nga frika mos shkojë pastaj ujti në fyt dhe depërton. Po na ka mësuar pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij ku thotë se laje mirë gojën dhe hundën përveç kur i agjërueshëm. Ana ka dhënë një vërejtje dhe një kujdes të kemi që momentin që jemi agjërueshëm duhet me pas njëri kujdes, nuk e fut, domethënë ujin me të madhe në hundën e tij, sepse ka mundësi përmes kanalit hundës të kalojë pastaj edhe të depërtojë brenda në trupin e tij. Andaj ka mundësi. Por çdo herë kur e lam gojen, çdo herë kur e lam hundën me ujë dhe e nxjerrim dhe e pshtym atë pjesën e ujit që e kemi futur në gojë, mjafton me 2-3 herë nëse e pshtyn njeriu dhe përfundon avdesin e tij dhe vazhdon domethënë agjërimin. Dhe nuk është do me thonë se tash ka mbet mbrenda ndoshta një pikë e vogël e ujit dhe të mundohemi të nxjerrmi edhe organet e mbrëmshme zort prej trupit duke dash me nxjerr. Jo, se është mbi ngarkesë që nuk e kërkon Allahu dhul xhelal, mjafton njeriu atë pjesë të ujit që e ka futur në gojë dhe ka shpërlar gojën, ta nxjerrë dhe pastaj është i lirë me lejen e Allahu dhul xhelal ta vazhdojë atë ditë të agjërimit. Çështja tjetër që do ta përmendim është çështja e nxjerrjes së ushqimit apo të vjellurit. Është çështje që është pajtueshmëri mes gjithë dietarëve se vjellja nuk e prish agjërimin përderisa nuk është me qëllim. Ka raste të ndryshme kur njeriu për shkak dhimbjeve të mbrëmshme në barkun e tij apo në luktën e tij, për shkak dënje sikletit të ushqimit që e ka kapur, dikush e liron veten duke vjellur me qëllim. Atëherë këto i themi ke kujdes se brenda ditës kur je agjërueshëm nuk duhet ta bësh këtë. Jashtë asaj që vjen vetvetiu, ajo dhe del prej gojës, nuk prish fare agjërimi dhe njeriu duhet me vazhdu agjërueshëm, nuk e ndërpren agjërimin.
Një mesele që është përmend dhe është e njohur mesin e muslimanëve është se njeriu i cili han dhe pin brenda ditës kur është agjërueshëm nga haresa, atëherë ky nuk e prish agjërimin, sepse është hadithi direkt që flet për këtë çështje i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që thotë se kush han dhe pin gjatë Ramazanit, thotë ta dije se e ka ushqyer dhe i ka dhënë me pi Allahu dhu xhelal. Edhe nuk e prish, duke menduar se tash unë ngrana diçka nga habia, nga haresa, se ndodhen sidomos ditët e para të agjërimit kur njeriu fillon në këtë formë të praktikës dhe është mësuar që brenda ditës të konsumojë gjëra të ndryshme, qoftë edhe ndonjë pinë, qoftë edhe një gotë ujë diçka. Nuk do të thonë tash se një pikë ujë e ka konsumu edhe pastaj më vetëm se është shfaq para ushqimit, domethënë ka ngranë mirë dhe se e kanë prishur gjë. Jo, me harres domethënë falet dhe nuk ka kunifar problemi kjo. Të t'i përmendim disa çështje që janë të shkurtëra, dhe do t'japim nga një përgjigje. Për shembull, një prej çështjeve ka të bëjë që na është parasysh si pyetje është dhënia e gjakut për analiza tek mjeku. Nëse dhënia e gjakut për analiza tek mjeku është në sasia e vogël, nuk e prish fare agjërimin. Nuk e prish fare agjërimin as sasia e madhe. Por themi, sasia e madhe e gjakut që dhurohet, atëherë ka mundësi që një ndoshta dikush për shkak të shëndetit të tij nuk është i aftë ta përballoj atë ditë të agjërimit sepse do psohet dhe natyrisht ndodh shpesh në raste të ndryshme kur njeriu jep një sasi të madhe të gjakut, atë do psohet dhe menjëherë i ofrohet atij ndonjë lang apo diçka ushqyese që të forcoj shëndetin dhe trupin e tij dhe që ka mundësi pastaj edhe të vjen edhe tek padyshim edhe tek prishja e agjërimit. Do thonë duhet me pas kujdes, këto që do t'i përmendim tani në vijim. Nëse është detyrimisht i detyruar brenda ditës t'i bën ato analiza, nuk është problem. Bën një analizat, nuk e prish nxjerrja e gjakut, domethënë agjërimin, sepse për këtë ka hadithe dhe ka fjalë të sahabëve që është përmend një divergjencë me mesin e tyre se nxjerrja e gjakut, sikur që është për shembull hijamia, a e prish agjërimin? Ka hadithe, mirë po vjen hadithet e tjera, sikur që është hadithi i Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, që thotë se pejgamberi alajhi ka bë hijamin duke qenë në ihram dhe ka bë hijamin duke qenë agjërueshëm, që i derogon dhe i shfuqizon ato hadithe të tjera të mëhershme që ka thënë pejgamberi alajhi se personi i cili bën hijame e ka ndërprej agjërimin, pra nxjerrja e gjakut dhe është fjala e Ibn Abbasit edhe Qatadës në këtë rast që thotë nxjerrja e diçka prej trupit nuk e prish agjërimin. Nxjerrja e diçka prej trupit nuk e sikur që është në këtë rast gjaku, nuk e prish agjërimin, por me një kujdes të madh se ndoshta mund të dobësohet shëndeti i njeriu, të pastaj detyrohet detyrimisht me marr dani diçka për ta përforcuar veten e tij. Për çështjeve ka të bëjë për shembull edhe me çështja e rregullimit të dhëmbëve. Zakonisht kur njeriu nuk mund t'i ik, domethënë termineve të ndryshme, si kemi thonë, nëse ka mundësi të bëhen këto jashtë ditës kur është agjë, është më lehtë. Domethënë është më lehtë edhe për shpirtin e trupit të njeriu dhe më garantuar më sigurt, sepse ballafaqohesh me një rrezik që ndoshta në moment mund të prishet agjërimi. Kështu e bën edhe rregullimi i dhëmbëve, edhe pastrimi i dhëmbëve brenda ditës, me lloje të ndryshme të furçave, me lloje të ndryshme çka pastrohet, domethënë dhëmbi, edhe nxjerrja e dhëmbit, edhe nëse mjeku ka nevojë ndoshta me bën një mpirje apo një anestezion lokal të nofullës së njeriu për ta nxjerrë, për ta mjekuar dhëmbin, nuk është kurrë problemi. Domethënë këto lloje të anestezionit nuk e prishin agjërimin. Domethënë nuk e prishin agjërimin dhe njeriu është i lirë, por duke pas parasysh se pozita sa si qëndron njeriu dhe si do të punohet tek ai është bagi e sikletshme dhe është e zorshme që pastaj edhe të qëndroj, ndoshta do të më kanë shumë i kujdesshëm që mos më depërtu brenda fytit të tij diçka prej asaj që u përmend. Nuk e prish agjërimin pikat e syrit. Nuk e prishin agjërimin pikat e veshit. Nuk e prishin agjërimin ato inhalatorët që përdoren qenë gazna apo oksigjeni që mirët
për njerëzit e semur prej astme se kështu me radhë. Do të thonë janë disa lloje të analizave, të mjekimit që bëhen, do të thonë nuk e prishin fare agjërimin, sikur që nuk e prish agjërimin edhe kontrollet e rëndomta tek mjeku për lukthin e njeriut, për barkun e njeriut, apo për mitrën e gruas gjatë periudhës së shtatzanisë, këto nuk e prishin fare agjërimin dhe ka mundësi njeriu ti bën gjithë ato analiza dhe gjithë ato, domethënë, kontrolle pa kunifar problemi. Gjithashtu nuk e prish agjërimin edhe përdorimi i supozitorëve, që janë disa hapa enkas që jipen për uljen e temperaturave, sidomos tek personat që kanë një ngritje të lartë të temperaturave dhe jipen atone dhe nuk e prishin fare as ato agjërimin. Gjithashtu prej çështjeve që mund ta përmendim këtu është edhe çështja të udhtimi, që është çështje interesante. Njeriu i cili udhton, por ka bën jetë të udhtoj me aeroplan. Që nëse është në aeroplan dhe atje duket dielli dhe është dritë, ndërsa e din se në vendin ku do të zbret, në qytetin ku është mbi, vetëm se ka ardhur koha e iftarit, ai nuk duhet me ndërprej agjërimin, derisa të zbret dhe të përfundon dhe të jetë në vendin ku vetëm se ka terr dhe është domethënë vetëm se ka përfundu iftari. Përderisa është në lart, atëherë nuk e përfundon. Dhe e kundërta, nëse njeriu është në tokë dhe domethënë është ende koha e syfirit, por kur ngritet momentalisht me njëherë, atëherë ende është dritë, apo domethënë nuk ka përfunduar ende, atëherë ky duhet me pas kujdes që edhe nëse ndodh edhe në kohën e iftarit, nëse njeriu për shembull këtu në para përfundimit të iftarit, domethënë ngritet dhe ende atje është diell, prit derisa të përfundon dielli kur është në aeroplan. Edhe nëse zgjat për shembull për disa minuta ose për gjysmë ore edhe më tepër, ajo pjesë e ditës e përfundon. Domethënë mirët parasysh gjendja e udhëtarit kur është në aeroplan. Nëse në aeroplan është ditë, për të është ditë dhe vazhdon agjërimin, nëse në aeroplan pastaj bëhet natë, atëherë përfundon agjërimi i tij. Ka shumë çështje që ka të bëjë edhe me agjërimin, ka shumë çështje që ka të bëjë edhe me zakatin e fitrave, po edhe me zakatin e pasurive, çështje të ndryshme, po do ta përmendim vetëm shkurtimisht me zakatin e fitrit, që padyshim do të jetë e hapur mundësia pastaj edhe për pyetje dhe përgjigje tjera në për format e ndryshme përmes komunikimit. Dihet çka është zakati i fitrit, që është një prej obligimeve që jepet për çdo njeri, për çdo antar të familjes që ka agjëruar apo nuk ka agjëruar. Jepet për çdo njeri që ka agjëruar dhe për çdo njeri që s'ka agjëruar, qoftë ai që s'ka agjëruar është plak i shtyrë në moshë, qoftë ai që s'ka agjëruar është njeri i semur që nuk ka shëndet të agjëroj, qoftë ai që s'ka agjëruar është fëmijë dhe nuk ka arrit moshën e agjërimit, e kështu me radhë, për të gjithë jepet domethënë sadakatul fitri. Njeriu i cili nuk agjëron dhe është i semur dhe sëmundja e tij është e vazhdueshme dhe nuk pritet që ai nesërmën ta agjërojë Ramazanin, dihet se ai do të kompenzon gjitha ditët e agjërimit me pagesë për çdo ditë e ushqim nga një të varfër. Atëherë ky çka do të veprojë? Ky e llogarit, nëse ky muaj i bekumit Ramazanit i ka 29 ditë, atëherë ky ka 29 ushqime ditore plus e shton edhe e bën të 30-ën sadakatul fitrin. Sikur që por të ishte muaji i bekumit Ramazanit 30 ditë, atë ky do të më dhon 31 ushqime ditore, duke e shtu në fund edhe një prej asaj që duhet me dhënë prej sadakatul fitrit. E lutim Allahun dhe xhel, Allahu t'i jep shëndet gjithë muslimanëve kudo që janë, Allahu t'i shëron të sëmurit tan, Allahu t'i mëshiron të vdekurët tan, Allahu t'na jep të mirën në jetën e kësaj bote dhe botën tjetër, me kaq po përfitojmë këtë edicion të çështjeve të ndryshme rreth muajit të bekumit Ramazanit, me shpresë që të takohemi përsëri me ju. Ju falenderoj shumë. Alhamdulillahi rabbil alamin.